Lili, ju përshëndes nga Report Televizion. Përshëndetje. Përshëndes, falenderoj që pranuat kontaktonit dhe të sqaronit diçka. Në fakt, ne kemi folur, edhe sipas informacionit të policisë, për një operacion për arrestimin e Klement Balilit, ku janë kontrolluar pronët bizneset e tij. Çfarë ka ndodhur? Janë kontrolluar pronat tuaj, janë ju në banesë apo në pronat familjes tuaj? Ka pasur kontroll policia gjatë ditës sotme? Sot drejtorës 2 regjistre, e stresuar fshati, i arrestuar shtëpitë tona, dhe në ora 4 të mëngjesit, u paraqit policia para portave të shtëpisë, është kërkuar një dokument për arsyjen e kontrollit. Nuk na ka paraqit ndonjë dokument, kanë kontrollu gjitha shtëpitë tona, si time dhe të byrazerëve të tjerë, tek byrazeri tjetër, këtoni i cili protestoi se donte dokumentin për arsye për të futur shpish, përdorë dhunë, fort, ja vënë prangat dhe shpot në fugot dhe se ka bërë kontroli. Ku në shpi ishi fëmijët e vegjël dhe gruaja e tija. Pasan në babait. Pra është shoqëruar një vëlla juaj? Po, është shoqëruar, ja vënë prangat dhe shpot në makinë dhe se ka marrë kontroli. Dhe se ka marrë kontroli, po e kuptova. Pastaj në shuar, ajo që na shqetëson është se si ka mundësi të futen orën 4 të mëngjesit, në rësit, dhe tjetra pse nuk paraqitni dokumenti kanë një udhëzim zotëri për këtë arsye bëjmë kontroll. Se neve nuk i shmangemi ligjit, nuk i shmangemi drejtësisë. Ajo që po u bëjmë me dije është se ne kemi besim ke drejtësia, nuk duhet të nxitohet askush, nuk duhet të përdorë dhuna, nuk duhet të përdorë terror. Jemi shtet shqiptar, njerëz të ndershëm, punojnë, shikojnë punën tonë, hallin tonë, dhe nuk mireni me pisllëgjera. E kuptoj. Pretendoj këta. Pronat janë kontrolluar, nuk janë pronat e Klement Balilit, që duke që çdo gjë është e sajuar, që në momentin që thonë Santa Quaranta është pronë e Klement Balilit, që nuk kanë asnjë dieni dhe asnjë lidhje ka Klement Balili me Santa Quarantën, thonë çdo gjë është e sajuar, kemi besim ke drejtësia se çdo gjë do të zbardhet shumë shpejt. E kuptoj, po çfarë kanë thënë uniformat e policisë? Ju thatë që nuk na treguan, le të themi, arsyen e vërtet për kontrollin e banesës dhe të pronave. Çfarë ju thanë, sepse tashmë ne raportojmë ashtu siç vjen nga organet zyrtare, sepse policia prandaj ka për kontrollin që ka një mandat arresti ndërkombëtar. Sa e vërtetë është kjo në dijenin tuaj dhe çfarë ju tha policia? Nuk është paraqit asnjë dokument, ka ardhur kontroll dhe vetëm me fjalën policia shteti kontroll banese. Edhe kanë kontrolluar shtëpinë nga ditët. Nuk kanë paraqitur asnjë lloj dokumentacioni dhe nuk kanë pyetur askënd, për mënyrën e hyrjes se u futën ora 4 të mëngjesit, duke e monitoruar shtëpinë, duke rrethuar shtëpinë, mund të prisnin shumë mirë sa të zbardhej të futej. Përveç kësaj, diçi forca policie ka qëndruar deri në orën 1 drekës në shtëpi brenda pa lëvizje nga shtëpitë. Pra policia ka qëndruar brenda në banesë? Brenda në banesë nga ora 4 deri në orën 1 të drekës. 13:30. Kanë qëndruar në shtëpi pa lëvizur. Ne gjithmonë duke i pyetur thoshim bëjmë punën tonë. E kuptoj. Zoti Bako, me Klementin, me vllain tuaj, nuk e di, keni pasur kontakte ose kontaktin e fundit kur e keni pasur? Ku mund të jetë vendodhja e tij? Vendodhja e Klementit mund të jetë jashtë, mund të jetë në Tiranë. Unë kam mbi 20 ditë që nuk kam takuar me të. Nuk e di saktë. Sa keni që nuk kontaktoni me të? Jo, nuk kam mos i kontaktoj me të, sepse nuk para i ka qenë telefonat dhe s'ma telefon. E kuptoj. Edhe diçka, tani si duket e gjithë kjo histori? Ka një mandat arresti ndërkombëtar nga drejtësia greke, që tashmë le të themi edhe në territorin e Republikës së Shqipërisë, Klement Balili është zyrtarisht le të themi i kërkuar nga policia. Si e cilësoni gjithë këtë histori? Ju thatë që kemi besim tek drejtësia, akuzat që vijnë nga pala greke? Unë kam besim ke drejtësia shqiptare, jam shtetas shqiptar, dem pa baden shqiptar, dhe kam besim ke drejtësia shqiptare. Drejtësia greke, e shikoni e ka sajuar, se ka menduar se Klement Balili ishte pronari i Santa Quarantës, ku nuk është e vërtet se Klement Balili jetë pronari i Santa Quarantës, ajo është pronë e kompanisë Balili Kompani dhe jo Klement Balilit. Është e ortaku të vetëm Bashkim Balili. Të gjitha këto janë të sajuara sepse greku e ka shpaqur në fillim me emrin që i ka vënë Escobare, që Escobare janë ata vetë, grekët, edhe ata që janë lidhur me grekët. E kuptoj. Jo, çdo gjë është e sajuar, çdo gjë është e sajuar dhe sipas jush, le të themi vetëm nga pala greke për këtë akuzë?
nuk më do më ndetjes bëna greke, prandaj nuk më të flasë për akoj, kam besim këtë drejtësia, do që të kanë ardhur, do të shbarë dhe vërteta sa më shpejt. Në rast se Klement Balili provohet se shfajtor, është i gatshëm të paraqitet drejtësisë dhe të vuaj dënimin. Por gjithmonë masi të zbardhet e drejtësia. Nuk bëhet as Klementi as kush kemi që të bëjmë prek e lodrave politike apo ambicioze, të individëve të saktuar të cilët kërkojnë të herin balë në figurën e Klement Balili dhe të familjes të fisit tia. E qartë. Mirë zotë Brako, nëse nuk e diçka tjetër për të komunikuar, ju falenderoj për këtë komunikim telefonik dhe sqarimet që dhatë lidhur me se çfarë ka ndodhur. Nuk kam asgjë, faleminderit dhe juve për... E qartë, falenderit edhe njerë, ishim me Bako Balilin, është vllai i Klement Balilit, i cili ka folur lidhur me operacionin e policisë, kontrollet që janë bërë në orën 2:30 të mëngjesit, në orën 4 ka theksuar se për orë të tërë kanë qëndruar policë brenda në banesë, madje një prej vëllezërve Balili kanë shoqëruar deri tek furgoni në momentin që është bërë kontrolli i banesës, ka theksuar se ka besim tek drejtësia shqiptare, cilëson pa vërtet akuzat e medias dhe të autoriteteve greke, duke quajtur këtë edhe një lojë politike.